Edicioni i shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka mbaruar që 1 muaj, derisa ish konkurrentët po vazhdojnë me angazhimet e tyre profesionale. Fituesi i spektaklit, Gjesti, ka filluar puna me projekte të reja muzikore, por edhe me shumë prenotime për koncerte, sidomos tani që fillon sezoni veror. Ai kishte rezervuar disa data në vende të ndryshme të Europës, teksa ditë më parë ai ka performuar në Austri. Në koncertin e fundit ai nuk hezitoi që ta përmend dhe partnerin e tij, Egli Takon, me të cilën siç tha ka një marrëdhënie të komplikuar, duke deklaruar se herë ndahen herë pajtohen. O ku martova, tash Egli ku me ditë çka thot, u shpreh ai gjatë mbrëmjes. Më pas, ai mori duart rrëhitë të mëdha nga publiku, ku filloi me interpretimin e këngës tjetër. Sido që të jetë puna, ata nuk janë shfaqur më në publik, që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Disa fanca mendojnë se ato e bëjnë vetëm për të tërhequr vëmendjen, ndërsa disa të tjerë besojnë se çifti tani më janë ndarë.